Muret rrethuese të aulonës antike nga një monument kulture me rëndësi janë kthyer sot në vend grumbullim mbeturinash, por edhe një banjo e madhe publike pranë sheshit të Flamurit. Aty mungon qoftë edhe një person i vetëm i cili të kryejë vëzhgimin e mbrojtjes së monumentit të kulturës përgjatë ditës për të shmangur shkatërimet e saj. Duke i parë të gjitha këta element, kupton se Ministria e Kulturës, institucionet në varësi të saj, si Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, janë mjaftuar me një plakat hyrëse në të cilën shkruhet se monumenti mbrohet nga shteti dhe vetëm kaq, por pa ndërtuar asnjë mekanizëm se si duhet ta mbrojnë dhe ta ruajnë këtë monument. Monument kulture ky në të cilin shkruhet se mbrohet nga shteti, por se si garantohet kjo mbrojtje nga shteti, askush nuk e di. Monumenti kulturës i lën sot në mëshirën e fatit. Së pari, në të mungon rrethimi, për mos të lejuar qytetarët të shkojnë aty dhe ta dëmtojnë. Mungon gjithashtu survejimi me kamera sigurie për të shmangur dëmtimet, por edhe nëse ndodhin të vendosen përpara përgjegjësisë autorët. Gjokush sot mund të shkojë fare lehtë dhe ta dëmtojë këtë monument kulture dhe ta shkatërrojë atë, teksa nuk ka asnjë person që e pengon apo mjet inteligjent që e identifikon. Krahas kësaj, nëse ndiqni pamjet në ekran, do të kuptoni se në hyrje të monumentit të kulturës është vendosur një tabel nga Ministria e Kulturës që tregon qartë rëndësinë e këtij objekti. Por megjithëse Ministria dhe institucionet në varësi e kanë tërqatë rëndësinë arkeologjike, historike dhe kulturore të mureve të aulonës antike, sërish nuk marrin masa për ta mbrojtur atë. Muret e aulonës antike si rrjedhojë e papërgjegjshmërisë qytetare kanë pësuar dëmtime. Shumë prej gurëve apo pllakave të tyre janë thyer ose janë zhvendosur nga vend fillestar, teksa nuk kemi asnjë person përgjegjës. Vlen të theksohet se në monumentin e kulturës mungojnë edhe shërbimet për restaurimin e dëmtimeve, duke bërë që monumenti i kulturës të shkatërrohet çdo ditë edhe më tepër si rrjedhojë e neglizhencës së institucioneve.